Për shembull, interesante është ky modeli këtu, është kopje e AK-47-s me qytë metalike dhe nga numri, indeksi që ka. Markimi është e vitit 1999. 99? Po, 1999. Ne kemi në magazinat tona automatikët e fundit të dala nga uzinat që janë të vitit 2000. Ku është prodhuar? Ky është prodhuar në Gramsh. Në Gramsh. Automatikun e prodhoi Gramshi dhe pushkën 10 gjysmë automatike. Ndërsa në projektin P84 e ngresi linjë prodhimi vetëm Poliçani, që nxjerr një sasi shumë të kufizuar armësh. Do t'ua tregoj më mbrapa. Ne përdorëm modelin me stampim, që është jo me derdhje, siç e përdori Bashkimi Sovjetik, binte kosto me lehtë, u përdori njëjta teknologji me prodhimin e automatikut MP-44 të gjermanëve. Kjo është një armë shumë e fuqishme zjarri, mban deri në 30 fishek, është me 2 regjime pune. Ne prodhuam automatikun me bajonet, automatikun me qytë druri pa bajonet, që përdorej nga flota detare, automatikun që përdorej nga batalionet e zbulimit ose njësitë speciale të ushtrisë, që është me qytë metalike të palosshme, që i jep lehtësi të madhe ushtarit në fushën e luftimit ose në kryerjen e operacioneve taktike, sepse bëhet diku te 54 cm. I madh. Ishin modelet unike që kërkojnë një studim të detajuar, sepse këto 2 modelet këtu nuk janë prodhuar për ushtrinë shqiptare, janë prodhuar diku te vitet nga indeksi, sepse indeksi ose markimi në numrin e serisë tregon ushtria shqiptare ose uzinat mekanike përdorin stampimin e vitit të prodhimit dhe serialin, numrin serial të partisë. Këta 2 automatik, ky modeli këtu, që është 5.56 me kalibrin e NATO-s, që përdor. Dhe ky modeli këtu 7.62, që është kalibri i lindjes, janë prodhuar në vitet 94-95. Pse e them këtë? Ne nuk i kemi përdorur këto në ushtrinë shqiptare, po këto duhet jenë një porosi e bërë nga në një shtet perëndimor, sepse në stampimin e këtij automatikut këtu, që është me kalibrin e NATO-s, i është vënë markimi Made in Belgium. Por që partia është e prodhimit shqiptar, sepse ka vitin edhe serialin. Pra mund të jenë prodhuar për... Po, me porosi nga ata. Nuk kemi informacion, kërkon në ulëmtim edhe studim. Janë unik, sepse druri është druri jonë, ky është i llakuar me të errët edhe po ta vini re, ne nuk kemi estetik ose elegancë në montimin e drurit. Ne jemi fokusuar armës, qëllimit që ajo ka dhe jo elegancës, po t'i vësh re, armët perëndimore janë shumë elegante në dru, në finitur, ndërsa ne jemi fokusuar shive. Këtu ke një shembull të një çarje. Po që në një ushtri perëndimore këto janë sjellin probleme, ndërsa ne fokusohemi më shumë tek qëllimi ose cilësia që ka në gjuajtje, jo tek arma sa e bukur që është. Ky këtu quhet poligoni top pushk. Për të kursyer predat e artillerisë, inxhinierët e armatimit shqiptar instaluan 4 gryka zjarri pushkësh edhe imitonin qitjet kontraerore të topave. Por e veçanta e këtyre 4 armëve është se të gjitha janë të modelet e 78-s, ky është automatiku model 78-1, ndërsa këtu kemi një armë të rrallë të prodhimit shqiptar, që është automatiku model 78-3, që është një sniper i vogël, i përdorur nga këmbësoria, është unik në llojin e vet, bën të qitje autonome me tek plumb, pa sistem automatik, edhe nuk e ka asnjë lloj automatiku Kalashnikov këtë lloj sistemi, me kasën e mbyllur, të instaluar në trup, me blokim gazrash në pistonin e kthimit, është unik dhe ka përdorur dylbin e automatikut Zastava Jugoslav, ky lloj modeli. Është një sniper shumë interesant që kërkon studim. Numrin e sasisë të prodhimit
Akoma ne nuk e dim, po në bazë të indeksit që ai ka nuk dallohet këtu. Del edhe sasi e kopjeve edhe viti i prodhimit që është bërë. Ndërsa ky ka shërbyer si granatedhës, i the granat, kjo pjesa. Kemi prodhuar sniper të model 7.62. Kjo është arma baze e këmbësorisë që ka pasur ushtria shqiptare, filloi nga vitet 70. Sasia e armatimit akoma dhe sot ha debat, sepse ne nuk kemi një shifër të saktë të prodhimit të armëve. Armët që prodhonte Poliçani ose Gramshi, arrini vetëm Kallashnikovi me bajonet, arrinte diku te 1000 në muaj. 1000 armë në muaj? Në muaj, po. Prodhonte 900-1000. Por te fisheket ka kontradita, sepse informacioni është diku tek 3.600.000 fishek në muaj, por që janë miliarda fishek të prodhuar nga Shqipëria. Sinqerisht miliarda, sepse ne kemi prodhuar dhe kalibrat e NATO-s. 7.9, 5. E pata armën 5.56. I kishim të gjitha mundësit që t'i prodhonim çdo lloj arme në këtë momenti që ne prodhuam Kalashnikovin tonë. Çdo lloj arme ne e prodhon. Deri në cilin vit prodhuam ne armë? Deri në vitin 2000. Deri në vitin 2000. Ka një numër përveç fishekëve, një numër të armëve pak a shumë se sa mund të kemi prodhuar? Nuk mund ta them sasinë. Po mund të jenë shumë. Mund të jetë shumë e madhe, sepse po ta bëjmë një llogaritje të thjeshtë, deri në vitet 86-88 ne mobilizonim 750.000 ushtarë për 72 orë. Që do të thotë diku te 750.000 armë të lehta këmbësorie, sepse çdo ushtar ka armën e tij apo jo. Po mos harrojmë batalionet e mbrojtjes kufitare që nuk ishin pjesë e kësaj mobilizimi. Që janë armë plus. Janë armë plus. Grykat e zjarrit, çdo numëror topi kishte armën e tij personale, automatikun e tij. Çdo qitës ose çdo operator rakete kishte armën e tij, çdo element ishte i armatosur. Por të fokusohemi edhe te rezerva që kishte shteti komunist në rast lufte. Nga thënjet që kemi nga profesorët e vjetër, i binte që një ushtar të kishte 5 armë rezervë në kohë lufte. Konsumohej njëra, sepse armët janë mall konsumi, konsumohet yt e zjarrit dhe ndërrohet, çohet dhe ndërrohet, vendosen element shtesë. Siç e kanë ushtritë perëndimore. Ky ka një sasi të kufizuar qitjesh, nuk mund të jetë pambarim, pafund. Sepse konsumohet, del jashtë përdorimit, merret tjetra. Edhe sasia e armatimit që ne mund të kemi pasur mund ta kalojë edhe milionshi, mund të thënë. Me milion. Po nëse i bëjmë një përllogëritje të tillë, i te kalon. Po tani në ç'pikë jemi? Industria po rivitalizohet, industria ushtarake, po do filloj përsëri nga prodhimi. Do të nisë prodhimi armëve në Shqipëri. Do nisë prodhimi, do fokusohej. Gramsh? Apo? Po thojse të gjitha. Në të gjitha industritë. Po jo në kapacitete plota, sepse po të mendojmë Poliçani arriti diku te 3.000 punëtorë. Por që do fillojnë repartet speciale. Një pjesë ka punuar deri vonë, sepse ka prodhuar për ushtritë e huaja me porosi. Janë interesante të gjitha uzinat mekanike dhe uzinat e prodhimit tona. Të cilat janë shkatruar, nuk ka asgjë më që ka mbetur, apo ka diçka të cilat mund të rifunksionojnë? Ato mund të jenë shkatruar si infrastrukturë, sepse koha bën të vetën faktorët erozion, lënia jashtë punimit, po që me një staf të specializuar dhe sot ne jetojmë në epokën e robotikës. Nuk është nevoja që të kemi punëtorët në çdo proces zinxhir të montimit. Sot i bëjnë robotët, kështu që me një investim që do bëjë Ministria e Mbrojtjes dhe Shteti Shqiptar, rivitalizohet shumë kollaj, sepse nevojat sot po ta shikosh në arenën globale, sot janë fokusuar tek industritë e armëve, sepse edhe situatat janë të paqëndrueshme dhe ndryshojnë. Po specialist kemi ne apo do mbështetemi vetëm tek inteligjenca artificiale? Po patjetër që kemi specialist. Kemi specialist për prodhimin e armëve. Po patjetër ka, sepse qytetet pavarësisht se kanë në gjumë, po specialistë atje janë. Eksperiencën e kanë, linjat e prodhimit i din, e japin shumë kollaj, brenda një viti eksperjenca jepet, është shumë e thjeshtë që ta ngresh, nuk është e vështirë.